Historia e njerëzimit nuk është ashtu siç është shkruar. Dhe unë do t'ju them disa fakte të pakundërshtueshme që pse e mendoj kështu. Dhe do të dëshiroja që secili për jush të lë një koment sepse njeriu duhet të ndërgjegjësohet. Njeriu nuk është krijuar ose nuk jeton vetëm për të ngrënë dhe për t'u informuar për ato pak gjëra që janë jetike për njeriu, por duhet të informohet më tej, sepse duke u informuar, përveç se bën rizgjimin personal, por ja u përcjell edhe brezave. Do t'ju them thash se përse unë mendoj kështu. Duke filluar që nga lashtësia, duhet të dini që në kohën e Egjipti lashtë përdorte, janë fakte të pakundërshtueshme, janë të shkruara, përdorte popullin për të ndërtuar, për të bërë, pra këto janë fakte, nuk është se janë legjenda, janë fakte të shkruara. Përdorte popullin dhe disa njerëz ishin ata të përzgjedhurit që ishin faraon, ose mes tyre kishte edhe politikan të atëhershëm si e përdorin ata, që ishin shërbëtorët më të afërt. Pra që atëherë filluan që të përdornin popullin, dhe populli pa lexuar, pa mësuar, duke qenë ignorant, mbetej ignorant dhe mbetej vetëm shërbyes, asgjë tjetër. Pra nuk zgjohej populli, sepse rizgjimi nuk është si thash më përpara, nuk është vetëm personal, por është edhe kolektiv. Pra që në atë kohë populli ka qenë gjithmonë nën kontroll. Me kalimin e kohës, nëse do të shkojmë për shembull që nga viti 0 dhe këtej, filluan sepse kuptuan që populli nuk mund ta kontrollojë nëse ai do fillon të lexon, sepse filluan që të lexonin njerëz në përgjithësi, pra të kishte universitete, pra pas vitit 0. Kanë qenë edhe në Shqipëri, siç e kemi thënë, në Apolloni. Dhe nga momenti që zgjohet populli, ti duhet ta kontrollosh. Si do ta kontrollosh popullin? Atëherë, çfarë bën? Filluan që të krijonin besimet fetare. Sepse besimi fetar, për ata që nuk janë ndërgjegjësuar, besimi fetar lindi nga një përvojë personale. Pse po e them këtë? Përvojën personale e kishte Buda, përvojën personale e kishte Jezusi, përvojën personale e kishte Muhameti, përvojën personale e kanë patur të gjithë ata që kanë patur një kontakt direkt me diçka të mbinatyrshme. Pra ata në mënyrë personale. Mirë po pas tyre u formuan grupe. Pra grupet u formuan nga disa njerëz që e vurën në re që duke patur një kontroll të popullit, kishin kontroll të parave, të pushtetit, të çdo gjëje. Dhe kjo u bën në të gjitha vendet e botës. Këtu nuk po flas vetëm për një, po flas për të gjitha vendet e botës. Pra, besimet fetare krijuan kontrollin. Ndonse dikush shumë prej jush do thonë, çfarë thuat? Vireni re, sepse ti me dashje apo pa dashje ti kontrollohesh. Kontrollohesh sepse kontrollohet mendimi, sepse ti kontrollon mendjen, ke kontrolluar njeriu, ke kontrolluar njerëzimin. Pra, kontrolli u bë nëpërmjet besimeve, sepse nuk kishte më kontroll pastaj luftarak, ose, si mund të them, mbretëror. Mbretërit me kalimin e kohës filluan që të mos ishin aq pushtetar, sepse filloi politika, filloi pluralizmi politik në senatin romak, pra që nga viti 0, pastaj dal nga dal u bë dhe në përvendet e tjera që të krijoi politika. Dhe vazhduan akoma që të bënin kontrollin. Tani, më ndiqni me vëmendje, sepse do thot ndonjëri nga ju çfarë ka kjo me historinë. Dëgjoni me vëmendje. Dhe me kalimin e kohës filluan që të bëheshin luftra se si të zaptonin një vend apo një tjetër. Mirë po, qoftë nga njëra anë, këta që gjoja quheshin politikan dhe me atë edhe mbretër, dhe duke qenë gjithmonë adulator ose dëshirues të një besimi apo të një tjetri, bën çfarë u dëshqefi. Pse kjo? Sepse nuk mund ta bënin pa qenë pjesë, për shembull, pa qenë të krishter, pa qenë musliman, pa qenë budist apo ku ta di unë. Pra, duke qenë pjesë e këtyre, që të kenë popullin me vete, çfarë bën? Ata duhet të jenë të adhuruar nga populli. Dhe duke qenë të adhuruar nga populli,
bën çfarë ju desh qefi. Pra morën toka, bën çfarë ju desh qefi. Tani, derisa kemi ardhur pastaj në kohën e kur thuhet që pas viteve 700 u krijua një grup tjetër që janë këta masonët e tjerë. Mirë po, gjithsekush, siç ju thash, vendosi sipas pushtetit që kishte. Pra, në qoftë se një shtet apo një vend, për shembull Gaddafi, shkoi ai Sarkozia dhe vrau Gaddafin dhe shkatërroi Libin. Libia nuk kishte asnjë problem. Libia jeton të shkëlqyshëm vetëm. Apo jo? Libia ka qenë një nga vendet më të lullëzuara. Dhe si është e mundur që tani kanë vdesin për të ngrënë? Është shkatëruar totalisht, që kur shkatëruar nuk u rindërtua më. Pse? Pra, çfarë ndodhi? Sepse disa lidera vendosën për disa arsye, qoftë gjeopolitike, qoftë ekonomike, apo si doni ju. Nuk më intereson kjo. Por çfarë u bë? Ata, pra ai Gaddafi, u kthye si njeri i keq dhe ky Sarkozia u shndërrua si njeri i mirë. Nga ky moment u rindërtua historia. Dhe në qoftë se do të kthehemi pas në kohë, historia ka të njëjtën mënyrë të rindërtuari. Pra, ai që ka qenë më përpara, ndonë se ishte i mirë, kur shkoi dikush që e pushtoi, ky që e pushtoi u bë i mirë. Dhe ai që u pushtua u bë i keq. Ka qenë gjithmonë kështu dhe ka vazhduar gjithmonë kështu. Dhe detyrimisht kur e shkruaj në për libra, ti mëson këtë. Pra mëson, nuk e dim kuptuat apo jo, është shumë me holl kjo, është për inteligentët. Pra, në qoftë se njëri ka qenë i mirë dikur për popullin e tij apo ku ta diun, e zëm edhe në Shqipëri. Për shembull, Enver Hoxha, në kohën e Enver Hoxhës, të themi të vërtetën tani, kishte fabrika, uzina, kishte punonin njerëzit, ishin sidoqoftë ata, me fjalë, populli jetonte, po themi të gjithë njësoj. Pra, kishte kontroll, dilnin vajzat natë dhe ditë dhe si prekte kush. Kishte, nëse ndodhte diçka, e merrte vesh çdo kush dhe e gjenin përpara se të ndodhte. Kishte shumë probleme të tjera, okay, dakord. Dhe e detyruan pastaj Shqipërinë që të katandisej pa asnjë gjë, që të kthej me Evropën, të kthej me botën, sepse i dhan urdhër pastaj. Ai donte ta mbante, nuk donte ta lëshonte, që në vitet 70 kjo, dhe derisa e degraduan dal nga dal Shqipërinë. Por, në qoftë se do të kishte marrëdhëniet e mparshme, Enver Hoxha nuk do të ishte ai i keqi. Por sot është ndërruar në një njeri të keq dhe ai që shkoi është njeri i mirë. Por çfarë bën këta që janë tani pas Enver Hoxhës? Çfarë bën? Më thoni ju. Gjithsekush u mundua që të bëj diçka, mirë po duke sepse i vendosur nga dikush tjetër, i detyruar të bësh diçka që të thotë dikush tjetër. Dhe janë munduar të bëjnë, por sidoqoftë ju dha shkrimi dhe këndim që të bëhesh historia ashtu siç donin të tjerët. Pra, jo vetëm Shqipëria, por edhe bota, që vendosin historinë ashtu siç u leverdis atyre për momentin. Kjo ishte fjala e dur. Pra, për momentin i leverdis njërit kështu, ashtu e shkruan historinë. Sepse nuk e vendos ai që ishte më përpara, nuk është më. E vendos ai që vjen më vonë. Pra, historia nuk ka qenë dhe nuk është dhe nuk do të jetë kështu, pra siç është në të vërtet, por ajo modifikohet sipas dëshirave dhe sipas momentit që është në pushtet ai njeri, pra ai që ka marrë pushtetin. Pra, më thoni, historia është ashtu siç na është shkruar? Ju si mendoni? Pikërisht pra për këtë unë them që historia nuk është ashtu siç ashtu si shkruar, sepse edhe ata që e kanë shkruar
prap se prap e kanë shkruar jo vetëm për të lavdëruar vetveten, por edhe për qëllimet e tyre, personale, politike, gjeografike, apo si të dojnë ata. Dhe në qoftë se është kështu, jo në qoftë se por është kështu, atëhere që nga kohrat e lashta, akoma sot, ne vuajmë, pra Shqipëria vuan, pikërisht për këtë, sepse është një vend i vogël, dhe kanë bërë çfarë tu doj qefi njerëzit. Pra ata që kanë zaptuar, si tu doj qefi. Dhe sot, shkruan diçka për shembull, shkruan ti që thua, kjo mund t'jetë ilire, ose iliro shqiptare, ose pelazge, kur të shikon aty qindra komente, edhe vetë shqiptarët në njerë, qindra komente të shkatërrojnë. Duke thënë që nuk është kështu, sepse ka qenë greke, apo ka qenë austriake, apo hungaro-austriake, apo diçka tjetër. Dhe sepse ata që kanë shkruar në atë kohë, e kanë shkruar në atë gjuhë, ata që vendosën në atë kohë, sepse ishin ata që vendosnin. Nuk e vendosja do ti, të pushtuan, e vendosin ata. Pra, ju çfarë mendimi keni? Dhe kjo ka ndodhur në të gjithë kombet, jo vetëm Shqipëri. Por doja ta diskutoj me ju sepse ky është thelbi i këtyre informacioneve që ne japim këtu sot. Sepse janë copëza të vogla që ne informohemi. Nuk ka asgjë të keqe, se cili e bën, të gjithë kombet e bëjnë. Ne informohemi dhe ti informohesh është thelbësore. Sepse kjo ndryshon, e përsëris edhe njerë, jo vetëm mënyrën personale, ndërgjegjen personale, por edhe atë kolektive. Pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni? Kalofshi bukur.